komunikimet mes të akuzuarit Nagi Prasniqi dhe disa nga zyrtarët e partisë në pushtet vetëvendosje, në përgjithësi e në veçanti me Dejona Mihalin si përfaqësuese e partisë ose nuk disë çfarë funksioni mund të ketë, person jo zyrtar, kishte komunikime të shpeshta dhe jo vetëm kaq, por i akuzuari Nagi Prasniqi i dërgonte referenca, projekte të ndryshme për të cilat do duhet vendoste më vonë e për të cilat e njëjta në mënyrë të kundërlidhshme ishte nveshur me autorizim nga i akuzuarit që të jepte opinione, madje në disa raste edhe të vendoste për to.